Rifitoi shikimin, por deshi t'ia bënte grua surprizë, burri zbulon të vërtetën tronditse për gruan dhe fëmijët e tij. Mark kishte jetuar për vite të tëra në errësirë totale derisa një ditë pas një ndërhyrje të papritur rifitoi shikimin. Në vend që t'ua tregonte këtë mrekulli familjarëve, ai mori një vendim të pazakontë ta mbante atë sekret. Që në ditët e para Mark vuri re gjëra që nuk përputheshin me kujtimet e tij. Shtëpia dukej më e konsumuar, sendet më të vjetra dhe më të lëna pasdore. Këto detaj ngjallën dyshime se gjatë viteve të verbërisë dikush mund t'i kishte fshehur të vërteta ose e kishte lënë jashtë vendimeve të rëndësishme. Më pas, vëmendja e tij u përqendrua tek sjellja e bashkëshortes Emily. Emily sillej ndryshe nga sa e mbante mend. Ajo ishte më e shpërqendruar, bënte telefonata të gjata dhe dilte shpesh nga shtëpia në orare të pazakonta. Një ditë, Mark e dëgjoi teksa fliste me zë të ulët në telefon dhe përdorte fjalë që e shqetësuan si urgjente dhe diskrecion. Menjëherë pas telefonatës, Emily u largua me nxitim. I shtyr nga dyshimi, Mark e ndoqi fshehurazi. Ai e pa Emilyn, që takohej me një burr të panjohur në një park të qetë dhe t'i dorëzonte një zarf. Takimi ishte i shkurtër dhe i ftohtë, gjë që e bëri Markun të ndihej edhe më i pasigurt. Ai nuk e dinte nëse bëhej fjala për tradhti, probleme financiare apo diçka më serioze. Dyshimet u kthyen në nevojë për përgjigje. Pas kësaj, Mark filloi të kontrollonte zyrën e Emily në shtëpi. Aty gjeti dokumenta të çuditshme, emailë dhe emra të panjohur dhe transaksione bankare që nuk i njihte. Zbulimi më tronditës ishte një llogari bankare dytë në emër të Emily me depozitime të mëdha dhe të shpeshta. Kjo e bindi që ajo po i fshihte diçka serioze. Tensioni mes tyre u rit. Mark e pyeste Emily në mënyrë të tërthort për daljet dhe telefonatat, por ajo i shmangej përgjigjeve dhe akuzonte për mosbesim dhe paranoj. Marrëdhënia filloi të ftohej ndërsa Mark ndjente se po jetonte me një të panjohur. I dëshpëruar, ai punësoi një detektiv privat. Fotot dhe informacionet që mori konfirmuan takimet e fshehta dhe lëvizjet e dyshimta të Emily, si dhe hyrje të pashpjegueshme parash. Mark shkoi më tej, duke vendosur pajisje regjistrimi në shtëpi. Në një nga regjistrimet ai dëgjoi një fjali që e tronditi thellë, e vërteta për burrin tënd. Kjo e shtyu të kërkonte edhe më shumë. Në një kontroll tjetër ai gjeti një album familjar me fotografi që nuk i mbante mend dhe fytyra të panjohura. Një foto e veçantë e la pa fjalë Emilyn pra një burri që i ngjante shumë atij. Dyshimi se po përballej me diçka shumë më të errët filloi ta pushtonte. Në kërkimin e fundit, Mark gjeti një ditar të fshehur të Emily. Sipas shënimeve, ajo kishte marrë para për të mbajtur gjallë një iluzion dhe për të mos zbuluar të vërtetën. Ditarin e përshkruante ideja se burri vërtet ishte zhdukur vite më parë dhe se personi që jetonte tani në atë shtëpi nuk ishte ai që të gjithë mendonin. Ky zbulim e shkatroi psikologjikisht Markun. Para se të përballej sërish me Emilyn, fëmijët gjetën ditarin në tavolinë. Të tronditur nga ajo që lexuan, ata telefonuan urgjencën duke besuar se familja e tyre ishte përfshirë në një gënjeshtër të frikshme dhe ndoshta në një krim. Kështu historia përfundon me ndërhyrjen e policisë dhe nisjen e një hetimi, ndërsa mbetet e paqartë se kush ishte realisht Mark dhe çfarë kishte ndodhur me burrin e vërtet.